Erion Veliaj nis me zvarritje vitin 2026 në përballjen me drejtsinë për akuzat e SPAK për korrupsion e abuzime që e kanë çuar në pranga prej 10 shkurtit të vitit të kaluar. Vijimi i seancës në gjykatën e posaçme për vlerësimin paraprak të dosjes së prokurorisë së posaçme dështoi sërish dhe seanca u shtyp për më 19 janar. Shkak këtë herë u bë mungesa e përfaqësuesve ligjor të personave nën akuzë, mes të cilëve edhe avokatja e caktuar nga shteti për kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës. As Veliaj nuk ishte i pranishëm në gjykatë në ditën që do të shënonte seancën e parë të çështjes ndaj tij për vitin e ri. Në seancën e fundit në dhjetor 2025, gjykata e posaçme i rrëzoi Veliajt kërkesën për të dalë nga kafazi i xhamt, ku qëndrojnë të akuzuarit dhe kërkesa të tjera. Veliaj largoi avokatin e tij, Artan Gjermeni, nga çështja me synimin siç duket për të krijuar ngërç. Por gjykata e posaçme i caktoi menjëherë një avokat shteti për të vijuar me procedurat, e cila është Valentina Teodorescu. Prokuroria e posaçme SPAK me një reagim më 5 dhjetor akuzoi Veliajin dhe mbrojtësit e tij se me mungesat e pajustifikuara dhe me kërkesat e padrejta kanë penguar përfundimin e gjykimit paraprak për kalimin e çështjes për gjykim, brenda afateve të përcaktuara në kodin e procedurës penale. Skem për të shpëtuar përballjes me SPAK duket se po tenton edhe ish kryetaria e Komisionit të Ligjeve, Klotilda Bushka, e marrë pandehur për akuzën veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës në çështjen ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Bushka, që mbeti jashtë parlamentit, ka kërkuar pushimin e çështjes ndaj saj në gjykatën e posaçme, ndërsa ka ngritur pretendimin për mos kompetencë me arsyetimin se e ka humbur statusin e subjektit që i nënshtrohet kësaj gjykate dhe për këtë arsye çështja duhet të kalojë në gjykatën e zakonshme. Ndërsa si alternativë, nëse këto plane nuk ecin, ish kryetaria e Komisionit të Ligjeve ka kërkuar gjykim të shkurtuar, çka në fund do t'i siguronte uljen e 1/3 së dënimit në rast të shpalljes fajtore. Kryebashkiaku i Tiranës akuzohet nga SPAK për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 raste, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Bashkëshortja e tij, Ariola Xoca, akuzohet për mosdeklarim pasurie, fshehje të ardhurave dhe pastrim parash. Asnjë prej tyre ende nuk ka bërë mbrojtjen gjatë shqyrtimit paraprak, ku do të vendoset nëse dosja hetimore do të kalojë për gjykim apo do të kthehet për plotësim nga SPAK.